qenë rathirjeve natën onesem, që shmoj me ju ndihmu? Falë, desa për me ditë nuk po më aktivizohet kjo pakë natën onesimit. S'po më verifikohet e-maili për thata, s'po di. What? E-mailën tonë personale s'po mundesh me verifikua? Është viti 2025 që s'po di me verifiku e-mailën, po më thirë të më ma upë kohëna? Urna? Urna? Alo. Përshëndetje, si mund t'ju ndihmojmë? Më falë, në thira me më suportu në lidhe me një e-mail që s'po di që është do të me verifiku. Të lutëm, më njëherë do t'ju thrasin njëri nga agendet tanë, për pak minuta do t'ju thrasin dhe do t'ja kallëzojnë komplet problemi ku keni ju dhe si do t'ju ndihmojnë. A bën kështu? Po, më ndrejmo. Lutëm, faleminderit shumë, lutëm, faleminderit. Dëgja, shumë stresone. Jo, Ku është njëri. problemi? Qysh ku është problemi? Mos me dit njëri e-mailën e vetë me autorizu atë. Për shka jeti këtu? Unë jam për mu përgjith telefon si qendër e thirrjeve, nuk jam atë për mja që kodin e e-mailës me ja verifiku. Po, dëshë ti për që të ponë, dëshë mi ndimu, sepse klienti ka gjithmonë të drejtë. Qysh more me pas drejt njëri që s'din me verifiku e-mailën e vetë? Dhe më thonë, ndëgja, tash jeni kanë malë. Se ja pash fotografit në Instagram, rrosh për fotografive, që Sa jena knosh njëri, qëfar moti mirë, qëfar DJ smooth, edhe më kësi këtu në tërprezja një, po më besot ku jo. Jo, po ishi për dah mirë, shumë mirë, vetëm dëgja. A ki probleme unë azat qafën? Jo. Ishi pak nervoza, dëgja. Po prishsoj e kam. Po, nervoza do shmelan gjithmonë shpe. Tu ka klienti gjithmonë të drejtë. O njëri, unë po të kuptoj ty, po ti s'po më kupton mua, po ti çfarë gjendje jam, po më qep njëri takë që s'po rime autorizuar A di që ti dash parë 6.000 euro cash, a bedin, ti mi lipe për 7, Po. muj, unë ti dash për 12 muj, herë 500, 6.000 cash, Ama njëri, kuat me manë. vetë po dhe që më dhunë që ato. Po, që ki huti ti dha. Kështë që tash të me pas kujdes, sepse këtu e punësë për mi ndimu njerëzve. Është natën anësim. Por në thirja? Natën unë e se më falë ma shpej që shumë me ndimu si jam të folë diçka me shefit ti për urgjente kam. Përshëndetje. Përshëndetje, urna falë, më s'ma pëkonë. Më falë, desha me ditë kam e udhëtu për një vend. Desha me ditë me të regu paka shumë cila paka më duhet me ble. Po, hajde e për falë. Jo, vëshme. Më falë, lutëm se qika ka kap telefonin dërë vogël, kërkaj shumë falje. Urnëni si mu t'ju ndihmoj. O, kam e udhëtu për Moldavi, po më duhet me ditë thashtë të ditë cilën paka me ble, cilën më përshtatet më shumë. E që Moldavi, përshka Moldavi? Qashtë në varpune dhërtore, diçka. Qerin dhe gjë, për pak minuta dhe kërë nga agjendet tanë, do të thret dhe do të kalëzën sakt se cila pakët të duhet ty, apo më kupten? Okej, fanderit, shumë mirë. Ej, përshka Moldavi e ma hile? O, qashtë be një farhollë, diçka kena me bo operacion e peqojnë atje. Bravo shqiptar, ku do që jeni, bravo. Hajde, aqë do të mirë, për pak do të njëftojnë. Ditë e mirë. A doan? Ja, shumë stresone. O njëri ku më s'me kone stresu me ti si kam kupton qëfar gjendje jam, my state of mind, s'është... Po dhe ta shopi maltës të kena pak me pauzu, tash do të meri këthimi hupë, këtu kalorit që janë Do you understand me? Pa.